Para disa vitesh, Olsi Bëliku ka qenë në një lidhje dashurie me këngëtaren Engli Tako. Së fundmi, ai ka folur në një lidhje me një tatuazh që kishte realizuar gjatë lidhjes së tij me ish-partnerin Engli Takon, duke pranuar se sot ndihet i penduar për tatuazhin që kanë bërë për njëri tjetrin. I ftuar në një emision, Olsi foli hapur për vendimin që ka marrë për ta ndryshuar tatuazhin, i cili dikur kishte një domethënie sentimentale. Jam penduar për një tatuazh që kam pasur me ish-partneren, por e kam ndryshuar. Ka qenë një gjysmë hënë dhe gjysmë dielli. Kam bërë një maskë të aktrimit tani, tha Olsi gjatë intervistës kur ishte i ftuar së bashku me aktorin e njohur Nik Xhelilaj. Ky tatuazh kishte qenë pjesë e një simbolike çiftore për të cilën kishte folur më herët edhe vetë Egli në një intervistë dhënë në vitin 2023. Ai kishte shpjeguar se pavarësisht se fillimisht ishte një couple tattoo, e sheh atë si diçka personale dhe me kuptim për veten. Kam një tatuazh këtu poshtë te këmba, që janë dallgët e detit e perëndimi. Unë dua shumë perëndimin dhe pse ka qenë një tatuazh couple tattoo, tani është single tattoo, pra bën shumë sens sepse perëndimi është shpamja ime e preferuar në botë. Unë kam diellin, Olsi ka hënën, pati deklaruar ato kohë Engli Tako. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.